رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Pra të shfrytëzojmë këto momente, pasi që ky muaj përmban agjerimin, leximin e Kuranit më shumë se jashtë këtij muaj, po sidomos quhet edhe shehru taube, muaj i pendimit. Nuk do të thotë se njeriu duhet ta lënë pendimin vetëm për Ramazan. Çdo herë duhet të pendohemi sa herë që gabojmë. Por në këtë muaj Allahu Dhul Xhelal më së miri i pranon veprat e mira. Taubja është punë e mirë. Taubja është e dashur te Allahu Dhul Xhelal. Çfarë do të thotë taube? Me u pendu nga gabimet që kanë bërë. Për të qenë taube e pranuar, i ka 3 kushte. Kushti i parë, me ndërprej atë që kam bë. Për shembull, dikush është i sprovuar me përgojim, edhe përgojon, stop. Jam, nuk përgojoj ma, e di se përgojimi është nga gjunahet të mëdha, temë në vetë. Dikush është i sprovuar me të pim alkool, e ndalë. E dikush me diçka tjetër, Zoti na rujt, gabimet janë shumë. Andaj Allahu Dhul Xhelal e pranon pendimin nëse ne së pari ndërpresim. E dyta, na vjen keq, mërzitemi para që kemi bo. E treta, hapim besën Allahu Dhul Xhelal që ma këtë gjunah o Zot nuk e bëj. Pra ndërpreva, merdi keq u pendova dhe me Allahun u besatova se ma nuk e përsëris. Mirë po, ja që ndodhë që mund të përsëritje edhe dë njëherë, përsëri pendohet dhe Allahu Dhul Xhelal e falë. E pas kësaj, atëherë duhet istighfar. Taube është kjo. Istighfar është me kërku pastaj falje për Allahu Dhul Xhelal. O Zot, une e ndërpreva, më vjen shumë keq që e bana, ta dhash besën se mo nuk e përsëris, tash o Zot, lutja ime është falma gabimin që kam bërë. Kjo lloj taubeja ka të bëj me ndonjë gjuna që e kam bërë mes mua dhe Allahut. Po që se është gabim gjuna që e kam bërë mes mua dhe njerëzive, atëherë shtohet edhe një kusht. Cili është ai? Me u halështis, me ja kërku halallëkun atij që i kom hindër hak, o me ma fal, me ma bo halal, ose me ja pagu dëm shpërblimin. Atëherë kemi të drejtë të drejtohemi Allahu Dhul Xhelal dhe të themi edhe një herë: o Zot, gjunahin e ndërpreva, për atë që bona u pendova, dhe të dhash besën se mo nuk e përsëris, e tash o Zot kërkoj falje, dhe ati që i pa të hak, ja paguj të hakin ose ma boni halal, tash o Zot më fal, dhe Allahu Dhul Xhelal është ai i cili pret që njeriu gabimtari të pendohet dhe Allahu t'i kthehet. Allahu Dhul Xhelal shumë e don pendimin. Andaj me ajetin që lexova para jush, Allahu Dhul Xhelal thot: Kul ja ibadi, thuaju o pejgamber, thuaju, ne
nuk kemi fjalor në Shqip, se në fjallën ibad e përkthejmë në rob. Kemi thonë disa herë se fjalla ibad, ibadullah, nuk është rob të Allah. Është diçka tjetër. Njeri i përkushtuar, njeri që me Allahun është afër, Abdullah. Pra Abdullah nuk do në thëtë robi Allah. Se robi, o vëllezër të dashur, ka tjetër tretman. Çka është rob? Rob është njeriu i cili është zonë në luft, rob është robru, ose është shit me të holla, që e patëm një ditë fjalën, përpara janë shit njerëzit, e kanë lënë hipotekë vetëm dhe është bërë robi dikujt. Robi nuk ka fije të liris, nuk mund të bëjë ai çka don ai. Kurse njeriu është i lirë, dhe Allahu dhul xhelal nuk e ka robru, se po të mos ishte i lirë, ai nuk mund të flenjë në kohë të sabahut. Ai nuk mund të rrije jashtë xhamisë në kohë të xumas, sikur të mos ishte i lirë. Por ai është i lirë edhe bën atë që don, por në shumë raste Allahun me veprat e veta hidron. I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: thuaju besimtarëve të përkushtuarve, thuaju atyre të cilët e kanë tepruar ndaj vetvetes, asrafu ala anfusihim, e kanë tepruar ndaj vetvetes me të bën me keq vetesve, i kanë bë keq. La taqnatu min rahmetillah, thuaju mos e humbni shpresën prej mëshirës Allah. Pra, është ndaluar të humbet shpresa nga mëshira Allah. Është ndaluar të thot dikush, ndaluar është të thot dikush, mua, jo, çfarë gjunahe kam bërë unë, nuk mi falë Zoti, e që atëherë nuk e falë. Edhe kjo është plus një gjuna, ndoshta kjo thonje, apo ki mendim, mund të jetë gjunah më i madh se gjunahin që kam bërë. E ka bërë dikush një gjuna, ndoshta gjunahi nuk ka shumë i madh, por thonje e tij se këtë gjuna Allahu dhul xhelal nuk e fal, është gjunah edhe më i madh. Andaj, pse? Se Allahu dhul xhelal thot la taqnetu min rahmetil. Mos i humbni shpresat nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Nga se Allahu dhul xhelal i fal të gjitha gjunahet, të gjitha gabimet. Por pas një gabim, një gjunah, Allahu nuk e fal. Cili është ai? Shirku. Me i bërë rival, me i bërë tak Allahu dhul xhelal, llojet e shirkut janë shumë, pra vetëm shirku nuk e fal. Po që se pendohet mushriku, që ka bërë shirk, pendohet, tërhiqet dhe i kthehet Allahut, e pranon. Por çfarë do të thotë nuk e fal? Nuk e fal njeriu që ka vdek në shirk. A ka vdek në shirk? Ka vdek duke i bërë tak Allahu dhul xhelal, duke i përshkruajtur rival Allahu dhul xhelal, dhe çashtu ka vdek, ai nuk falet. Po ja që ka bërë shirk e pastaj është pendu dhe sinqerisht Allahun të vetmin Zot e ka besu, ja fal Allahu dhul xhelal. Po gjithë ato musliman, ato sahabë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po të kanë qenë mushrikin. Po kanë qenë mushrikin, por janë tërheq nga shirku dhe kanë besu Allahun dhul xhelal dhe janë bë sahabë të dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë bë musliman të shquar. Pra kështu kuptohet kjo, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Kurse gjunahet tjera, vllai dashur, sado që të jenë të mëdha, për Allahun janë të vogla. Por preferohet që muslimani të mos i zvoglojnë në sytë e tij gjunahet. Të mos thotë, kë gjuna i vogël është, të tjerët bëjnë më shumë gjunahe, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, muslimani hakikat gjunahin edhe të vogël me e bën, i duket sikur një kodër do t'i bjen mbi kryje, do ta mbyt. Muslimani kështu e shef, pak gjuna i vogël ama ka frikë. Ka frikë për Allahun dhul xhelal, se kemi thonë ju e dini se mos turpi ndaj Allahun dhul xhelal, njeri që bën gjuna, domethënë nuk turprohet për Zotin. Mos turpi nga Allahu dhul xhelal është më i madh se sa vetë gjunahi. Andaj ke turp për Allahu dhul xhelal kur fol keqe, kur shane, kur ndaj. A munafiku e shef gjunahin të vogël, sado që të jetë i madh, ai e shef të vogël. A be kollaj, qerët bëjnë më shumë. Pra është parim që gjunahin të mos e zvoglojmë
por edhe ta dim se sado që tjetë gjunahi i madh, me pendimin, me kërkimin e faljes, Allahu dhul Gjelal e fal mëkat. Inna Allahe yaghfiru dhunube gjemia. Allahu dhul Gjelal i fal gjunahet të gjitha, si do që tjenë. E fal nëse nuk është hak i huj. Tham, nëse është haku i huj, atër duhet patur kujdes. Allahu dhul Gjelal i thot njeriut kur thot o Zot ma fal, thot po, ama njëherë meru vesh me vllaun tënd, o le ta bëj halal, o paguja damin, atëherë u kry. Pra është haku i huj është pengesë. Pa halalët dhe pa dëm shpërblim, Allahu nuk e fal. Andaj vëllezër të dashur, Allahu dhul Gjelal me ajet tjetër madhështor thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Ata të cilët kanë bërë një gabim ose i kanë bërë zullum vetes. Si i ka bërë zullum vetes? Po e kalon namazin, është zullum vetes. E ka hongër agjerimin ditën e Ramazanit, është zullum vetes. Ka bërë një gjuna, është zullum vetes. I ka hindër hak dikuj, më shumë i ka bërë zullum vetes sa ati që i ka bërë keq. Pra, ose i ka bërë zullum vetes. Au dhalemu anfusahum dhakarullahe, dhe i bjen ndërmend mëshira Allahut, por edhe hidhrimi Allahut. Pse mëshira Allahut edhe hidhrimi? Që do në thot, Allahun hidhrohet me gjunahin që kanë bërë, me damin që ja kanë bërë vetë vetes, por e ka mëshirën e madhe. Tash më kujtohet edhe mëshira Allahut, edhe hidhrimi. A bon të mbes në hidhrimin e Allahut? Jo, nuk ban. E çka duhet të bëj? Ta shfrytëzoj mëshirën e Allahut, pra të pendohen. Dhakarullahe fastaghfiru lidhunubihim, dhe i kërkojnë falje Allahut për gjunahin që kanë bën. Fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunube illa Allah. Po kush mund, kush, kur thot kush, do të thot s'ka kush. Nuk ka kush i fal gjunahet përveç Allahut. Te ne nuk ka falës tjetër përveç Zotit. Te ne nuk falen as prifti, as baba sheh baba, as hoxha, as haxhia, jo. Falësi i gjunaheve tona është vetëm Allahu dhul Gjelal. Wa man yaghfiru dhunube illa Allah. As kush nuk e fal gjunahin përveç Allahut. Asaj të tyrbja i vdekti, asaj tjetri, as nuk e fal. Allahu dhul Gjelal thot, nuk e fal gjunahin tim apo tandin tjetër kush pos Allahut. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dhe nuk e vazhdojnë gjunahin, nuk e bën taraqillë gjunahin. Pak është kjo dhe mo vazhdon. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la sagira ma al-israr wala kabira ma al-istighfar. Nuk ka gjunah të vogël nëse bëhet rregullisht. A më i vogël, a e bën rregullisht këtë gjunah, u ka bën i madh. Wala kabira ma al-istighfar, dhe nuk ka gjunah të madh nëse ti lip falje Allahut. Nuk ka fshi. Andaj, nga gjunahet që vinë më shumë, janë duke fillu me gjunahet vogla. Kjo është e vogël. Po, është e vogël. Edhe kokre e qibritit është shumë e vogël. Kokre e qibritit është shumë e vogël. Një letër është shumë e vogël. Po, një kokër qibrit me një letër apo me dy fije të kashtës gjek dunjon. Pre që ati njës, pre një kokër qibriti, pak është, ama gjek dunjon. Edhe gjunahi mund të jesë i vogël, por rritet. Duke e bon shpesh, duke e vazhdu, gjunahi rritet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk ka gjunah të vogël nëse e bon në vazhdimsi, dhe nuk mbetet gjunah i madh nëse i kërkon falja Allahu dhul Gjelal. E sidomos edhe taubja, edhe istighfari ka disa kohë preferuara. Për shembull para iftarit, kur jemi në sofrën e iftarit, pranohen lutjet, pranohen pendimet, të mos e çojmë kohën me telefon, me muhabet, por me i kushtu kujdes asaj kohe të shtrenjtë, me botaube istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, o njerëz, bëjni istighfar, nga se unë bëj istighfar mbi 70 herë në ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte istighfar mbi 70 herë në ditë, dhe e dini, fjala 70 herë, numri 70 nuk është
definitiv, po do me thonë shumë herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën istikfar shumë herë gjatë ditës, gjatë natës, e ku mbeti halli jon. Andaj para iftarit dhe në tretën hise të natës. Treta hise para sabat, në kohë të sifirit, tash sidomos e kemi shansën, i kemi gjasat e mira. Në kohë të sifirit është treta hise të natës, që atëherë me ju drejtu Allahu Dhul Gjelal, se Allahu Dhul Gjelal me hadithi kudsi thot, në atë kohën e treta hise e natës, thot, a ka kush bën taube që pendohet, pendimin t'ja pranoj. A ka kush kërkon falje, gjunahet t'ja falje. A ka kush lip diçka, t'ja pranoj lutje. Pra, kohë të arta, kohë të shtrenjta, për me fitu kënaqësinë e Allahu Dhul Gjelal dhe për me falë gjunahet tona. Andaj vëllezër të dashur, një fjale urtë thot, të mençurit qajnë në dynja. Qajnë, qëllimi nuk është që qajnë ne për dynja, jo. Qajnë në dynja për gjunahet dhe për zullumin që ja bëjnë vetës. Kurse të padishmit do të qajnë në ahiret. Gjunahi është sikur zjarri. Gjunahi është sikur zjarri. Nëse e vazhdon, rritet zjarri, rritet, bëhet i madh. Zjarri me çka shimet? Me ujë. E gjunahi që është sikur zjarri, me çka shimet? Me ujë. Me çfarë uji? Me lot. Nëse qan njeriu për gjunahin që ka bërë, nëse qan për turpin që i vjen turp nga Allahu Dhul Gjelal për gabimin që ka bërë, e fshin, e lan gjunahin loti. Loti është loti për hir të Allahut të shumë i dashur. Andaj preferohet që njeriu kur loton, ndash duke lexu Kur'an, ndash duke ndëgju Kur'an, o duke fal namaz, o duke ndëgju ligjëra, o duke mendu, duke meditu rreth mëshirës së Allahut Dhul Gjelal dhe loton, me bë me lotu, preferohet që ato lot me i marrë me dorë dhe me e fshin ftyrën, me la ftyrën me lot, se ajo ftyrë që laget me lot për hir të Allahut nuk timohet nga zjarri i xhehenemit. Prandaj kur njeriu kur qan shkruan kontratën me Allahun Dhul Gjelal që do të jetë i shpëtuar. Andaj kanë thonë ulemoja 3 pika janë shumë të shtrenjta. 3 pika. Pika e parë është pika e gjakut të dëshmorit. Pika e gjakut të shahidit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të ram pika e parë e gjakut nga trupi i luftetarit, i shahidit në tokë, ai veç më është i falur. Subhanallah, shumë e shtrenjtë. Pika e gjakut të shahidit, pika e lotit të muslimanit, o qan për gëzim, kur ndëgjon ajetet për xhenet, mëshirën e Allahut, o qan nga frika, kur ndëgjon ajetet e kërcënimit me xhehenem. Përpara, subhanallah, njerëzit kanë qajtur, sidomos duke fal namaz. Madje që kanë bë pyetje, a prishet namazi duke qajt? Prishet namazi nëse qan nga dhimbja që ke, nga dënim, tu ka kujtu diçka që të ka radhën i telashe, atëherë prishet. Por e qamja për hir të Allahut, duke ndëgju ose duke lexu Kur'an, duke ndëgju, duke fal namaz, nuk e prish, por e hieshon namazin. Tash pak kjo është problem. Të qamurit në namaz nuk ndëgjohet. Hajr inshallah Zoti na mundsoft. Dhe pika e tretë, që është shumë e dashur, është pika e ngjyrës së dietarëve, të cilët shkruajnë për të mirën e njerëzisë. Jo ata që shkruajnë për zullum, jo ata që nënshkruajnë për të keqen e tyre. Pra, vëllezër të dashur, njëri pas ka shku në hax. E pastaj, pasi e kryen haxhin, shkon në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe afrohet te varri i pejgamberit. Kur afrohet te varri i pejgamberit, i drejtohet Allahu Dhul Gjelal, thotë o Zot, unë jam pranë varrit të dashurit tanë. Unë kam shumë gjunahe, por e di o Zot,
Unë pendohem nga gjunahet dhe e di se po që se ti më fal mua, gëzohet i dashmi jo. Gëzohet pejgamberi kur muslimani bën taube dhe kur muslimani falet nga Allahu dhul Jalal. Tha e di që po që se ti më fal mua, gëzohet i dashmit, dëshprohet hasmit, armiku ujt, kusha? Shejtani. Pra, kur Allahu dhul Jalal e fal një musliman, shejtani mërzitet, shejtani ikë. Andaj, shejtani ka thonë Allahu dhul Jalal atëherë kur s'ka bo sejdë, ka thonë o Zot, unë do vazhdoj të ngacmoj në gjunahe sa t'jen gjallë. Allahu dhul Jalal ka thonë, unë do vazhdoj të vafali sa të bëjnë taube. Të ngacmoj, po në ngacmoj shejtani, në shtin të gabojmë. Mirë, subhanallah. Mirë, po nuk janë çdo herë punët nga shejtani, do njerë vinë nga epshi, nga nefsi, nga kandja, nga rrë. Andaj, ki njeri i drejtohet Allahu dhul Jalal, o Zot, nëse ti më fal mua, gëzohet i dashmi yt, dëshprohet armiku yt. Po që se ti nuk më fal mua, dëshprohet i dashmi yt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gëzohet hasmi yt, armiku yt, pra shejtani. Por unë o Zot, kam shpresë dhe bindje se ti nuk e dëshpron të dashmin tënd dhe nuk e gëzon hasmin tënd. Pra, më fal mua që të gëzohet pejgamberi dhe të dëshprohet shejtani. Subhanallah. O vëllezër të dashur, ne të gjithë jemi njerëz, të gjithë bëjmë gabime. Mirë po, Allahu dhul Jalal është qaq falës që edhe nëse bëjmë gabime, edhe subhanallah, ndoshta ndonjëherë mund të mendoj dikush se ki gjuna shumë i madh, po Allah e ka mëshirën e madhe. Nuk guxojmë me thonë nuk e fal. Ja, po nga padia, dikush mund të gabon. Nga padia i thonë në usuli fiqh el udhru bil jahl. Arsia nga padia. Subhanallah. Arsia nga padia. Bon një gabim, ama nga padia. Nuk e din, e ka bo gabimin. Kur e merr vesh, pendohet te Allahu dhul Jalal. Mi po ja që njoni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para kjane fi men kjane rëgjullon kablekum, ka qenë njoni para jush, më thonë, para umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, para se të vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka bo shumë gjuna. Dhe, kur i ka ardhë vdekja, është hadithet vërteta, kur i ka ardhë vdekja, ka thonë, unë, me këto gjunahe, që i kom bo, turposh dalë para Allah. O Zot, unë së ndalë, kështu, si thojmë ne, nuk kam ftyrë dalë para dikuj. Nuk kam ftyrë dalë para Zotit me këto gjunahe. Rrugdalja, diçka thot, e lem vasijet fëmijëve të vetë, thot, kur të vdes une, të ma digjni trupin, të ndani hinin në 2 pjesë, gjysën të hudhnin det, gjysën tjetër, kur të frinë era furtunë e madhe, në kodër, edhe që të hudhni. Subhanallah. Ajo gjysa që të bere, që të hinë në det, hini, qëka do bon? Dë shkrihet himos, nuk i gjindet qoshi. Këtë gjysën tjetër në majtë kodrës, dhe ta merë era, pse kështu, që të mos më të boj Allahu dhul Jalal përsëri, e të më rinjallje, se s'kam ftyrë të dalë para Allah. Subhanallah. Nga kjo jep me kuptu se ki nuk e ka dit, se Allahu dhul Jalal e ka fuqin, edhe atë hinin e derdhët, gjimësën në dete, gjysën majtë kodrës, do të të bon përsëri, do të formon si kur ka qenë njeri, edhe do t'ja jep shpirtin, dhe do të rinjalli. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e veprun, fëmijët e tij, gjemët e tij e çun vasijetin në vend. Vdiq baba. E morën e dogjën trupin e tij, hala vazhdojnë njerëzit i djegin, e keni po, edhe sot të kësaj ditë. Në këtë kohën e modernizimit i djegin, a digje trupin njeriu. Po i djegin, gjahilloki s'ka kufin. Veç Islami është i logjikshëm. Subhanallah.
Veç Islami është ai minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Thot Allahu dhul Jalal, nga toka ju kam kriju, në tokë e keni kthesën përsëri, veç mos harroni, nuk ka përfundu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, përsëri do të nxjerrin nga tokë. E djegja e trupit. Subhanallah. Në Australi, shkum në varrim të varret atje, ishin në një pjesë për kështu të hapur, po ishin vorrezat veçaveç të muslimanë, shumë të rregulluar, shumë mirë, edhe aty kishte të budistave, të hinduzve, të tjerëve, kutinja të rendita me emën bjemën, edhe aty është ajo kutinja ku është hini aty, nuk ze vend dhe ma pak vend. Subhanallah, delaleta, dhe e kryten ata emanetin, porosin, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit, Allahu dhul Jalal këtë njeri do të ringjallje. Do të ringjallje në ato që e kanë hongër kafshët e egra, do të ringjallje dhe ato që e kanë hongër peshkajt në det, do të ringjallje dhe ato që e ka derdh hinin e trupit në detën në kodër, Allahu dhul Jalal do të ringjallje. Edhe do t'i thot, o filan, çka të shtini ti ta lësh këtë vasijet që e la, që e përmend. Ai do thot, o Zot, unë kisha mbarë të dalë para te. Më vinë këtë turp me gjunahet që kam bërë, të paraqitem para teje, dhe në këtë formë mendova të iki që të mos dalë para teje. Allahu dhul Jalal dhe thot, ti e turpëru prej meje, po sot nga turpi prej teje kam bërë këto. Dhe Allahu dhul Jalal dhe ti thot, hec, ti je i falur. Subhanallah, ti je i falur. Ne nuk pretendojmë dhe nuk themi ta bëjmë si kuraj, po me këtë shembull tregohet madhështia, mëshira e madhe e Allahut dhul Jalal. Subhanallah. Allahu dhul Jalal gëzohet me pendimin, me të kthyerën e gjunahqarit ka Allahu dhul Jalal, dhe kur kthehet dikush që ka bë gjunahe, kthehet të Zotive, të Allahu dhul Jalal, me laqet thojnë, urojnja filanit se është pajtu me Allah. Do më thonë, kur ka bë gjunahe, është i dhënu me Allah, e ka humb lidhjen, por tash që është kthy, edhe është pendu, është pajtu me Allahun, me laqet thojnë, urojnja filanit se është pajtu me Allah. Dhe Allahu dhul Jalal gëzohet me pendimin e muslimanit më tepër se sa gëzohet nana nëse e ka humbe vladin dhe i ka humbe shpresat, e kur ta shofe një ditë se vladi ka ardhur te dera, ka ardhur te shtëpia. Sa gëzohet nana? Shumë gëzohet. Allahu dhul Jalal më shumë gëzohet kur muslimani tërkit derën e pendimit tek Allahu dhul Jalal. O vëllezër të dashur, për shembull, një fëmijë e ka hidhru nanën e vet, ka bodë një dom, ka fol fjalë, se ka ndëgju, edhe çka bën nana? Për krahi, për jashtë. E qëtë jashtë, edhe jam shel derën, e len jashtë. Edhe çka do bëhet, do rrije pak, do fillohet qaje, do fillohet i bere derës, non mon nuk ka bëj i bjen derës, i bjen derës qanë, e lutën nanën që ilma derën. Sa ka durim kjo nanë të rrije, mos ja qele derën. A mundet? Themne, zemra e nanës, zemra e babës, zemra e nanës bjen shpejt, edhe me njëherë del edhe ja qel derën. Kur nana ja qel derën fëmijës vetë që ka gabu, po Allahu dhul Jalal që është më i mëshirshëm se nana nuk ja qel derën atij që ka gabu, thot në hadithi kutsi, wa ana arhamu bi ibadi min al ummi bi waladiha. Hadith kutsi, Allahu dhul Jalal flet, thot unë jam më i mëshirshëm për gjunahqar, ndaj gjunahqarit se sa nana ndaj evladit. O vëllezër të dash, kjo është mirësia, kjo është mëshira, urtësia e të madhit Zot, i cili në din natyrën tonë se ne jemi njerëz dhe gabojmë, prandaj e kalon derën e taubes hapur
e sidomos në këtë muaj të bekuar, të bëjmë çka të bëjmë, të mundohemi të pendohemi para iftarit, në kohë të sifirit dhe me besabes dhe Allahu dhul xhelal që gjunahet të cilat i kemi bën, ma nuk i përsërisim. Allahu dhul xhelal i fal me argumente kuranore dhe pejgamberike. Në këtë muaj të bekuar e lusim Allahu dhul xhelal o Zot, e para na mbro, mos na dorëzo në dorën e shejtanit që të na mbashtron, dhe mos lejo që ego jon, epshi jon, nefsi jon të na shtin me gabu, po që se ndodh, na jemi njerëz, kullu ibn Adem khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çdo njeri gabon, por më i miri i tyre është ai që pas gabimit, pas gjunahit pendohet, dhe Allahu dhul xhelal inshallah na i pranon veprat tona, na i pranon pendimet tona dhe dalim para Allahut me faqe të bardhë inshallah, dhe të falur nga të gjitha gabimet që bëjmë me dije dhe pa dije. Allahu al-Ghafurur Rahim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.